Balla Manziku, Kushi dhe Vengu kapen duke luajtur bixhoz në Strasburg. Shehaj publikon pamje të padenjtë të përfaqësojnë shqiptarët. Kryetari i partisë Mundësia Gron Shehaj ka reaguar në lidhje me një video publikuar ku delegacioni shqiptar qeveritar me në krye Tauland Ballën, Evis Kushin, Arbian Mazniku dhe ish-ministrin e mbrojtjes Piro Vengu duke luajtur me letra gjatë një vizite zyrtare në Strasburg. Krahas videos publikuar në rrjetet sociale, Shehaj shprehet se pjesëtarët e këtij delegacioni janë të padenjtë të përfaqësojnë shqiptarët. Skandal. Delegacioni shqiptar në vizitë zyrtare kapet duke luajtur me letra në mes të Strasburgut. Kaq seriozisht e merr Tauland Balla dhe shokët e tij përfaqësimin e Shqipërisë në Europë. Këta janë të padenjtë për të përfaqësuar shqiptarët, shkruan Shehaj. Në këtë video të publikuar online, dy protestues kanë kapur delegacioni shqiptar në Strasburg teksa luanin me letra bixhozi.